Animator. Bufja. Gecko. Let them go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks. Oktobela. Tokyo ka radhën tjetër heroj me pijame. E kemi dëgjuar këtë edhe më parë. Çdo natë, nga çdo i lig, pa pushim fare. Bla bla bla. Çfarë është ajo? Çfarë fshihet poshtë? Përbindesha të thellësisë. Mendoj se do të shoh llojet e rralla të peshqve shumë të vegjël. Nuk ka pse të jetë e keqe çdo gjë aty poshtë. Algat mund të jenë më të fuqishme. Ty të dha fuqi speciale, të kujtohet? Po, por ishte pak e frikshme për ta gjetur. Do të jemi me ty deri në fund. Heroj me pijame, Jaku po vin. Drit natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Ja, Animator. Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Ato algat me siguri kishin diçka. Mbasi i bëri ato dritat. Le ta shohim më nga afër, drejt makinës së Gekos. Grupi është pak errësirë dhe e panjohur. Çfarë është ajo? Është larguar. Skemi! Çfarë ishte ajo? Ku shkoi ajo? Faleminderit për udhëtimin. Kjo gjëja noton pothuajse po ai shpejt sa unë. Ne jemi heronj me pijame. Ne shpëtojmë natën nga të ligët. Pra, kush je ti? Unë jam Oktobela. Unë jetoj në Moçal. Po si nuk të kemi takuar? Nuk dal shpesh lart. E zën. Me çfarë je e zën? Duke mbledhur këtë. Një kristal i fshehur thellë. Por nëse kërkoni shumë më mund t'i gjeni. Duhet të zvarritesh e rrotull dhe të futesh aty. Kam një koleksion. Wow, dukesh e zën. Nuk bëj vetëm këtë. Unë dal, argëtohem me Percival. Oh, është i lezetshëm. A nuk është më i miri? Por ende ndihem pak e vetmuar këtu poshtë. Prandaj mendova të vija këtu, të bëja miq të rinj. Doni të luani? Ja, kapini. Për kokën e mustaqeve. Kjo është zbavitëse. Luaj edhe ti, Percival. Wow, kjo është shumë e bukur. Dua që edhe imja ta bëj. Çfarë mendon? Do të bëhesh shok me mua? Si thua? Patjetër, ne gjithmonë duam të bëjmë miq të rinj. Hey Gecko, Oktobela mund të zbuloj për ty më shumë fuqi algash nga i pelgu. Do të ishte manitshme. Fuqin nga algat e pellgut. E gjeta në Moçal para disa kohësh. Më dha fuqi të reja. Oktobela, a je mirë? Po argëtohem kaq shumë këtu. Si thua të shkojmë për të eksploruar, të gjejmë Moçalin. E ja të shohësh edhe koleksionin tim. Më duket bukur. Gecko, këto gjëra janë të mrekullueshme. Në rregull atëherë. Do të bëhemi miq të mirë. Jo!
fillojmë në fillim. Në rregull, djalosh I vogël I gjelbër. Është vetëm një I vogël, por një nga të parapërqyerit e mi. Do ta mbash këtë? Faleminderit. Vërtet është I shëndritshëm. Oktobela? Rryma E kristalit. Unë e kapa atë. Ardhuca zvarritëse. Unë... Çfarë ndodhi? Atje poshtë. Unë gatërove me kristalin tim. E bëre të humbë të fuqinë e ti. Më pas e hodhe dhe u zhduk. Është e vërtet? Besoj se e rrezova në një farë mënyre. Ju më kuptoni apo jo? Jeni miqtë e mi. Edhe nëse ai nuk është. Geko është miku yt. Ai do të kthehet dhe do të ndihmoj ta gjesh, apo jo? Diçka nuk shkon. Ajo më vështroi çuditshëm. Ajo na dha këto. E mrekullueshme. Ajo është e këndshme. Merrni edhe më shumë. Juhu! Po! Mozi po pres të luaj me ty. Më fal, Oktobela, po nëse kristali yt ka humbur vërtet. Nuk ka humbur. Çfarë po ndodh? Ardhuca zvarritëse. Ku jam kështu? Në kopshtin tim të kristaleve. Rautosi në shtëpi. Për gjithmonë. Mendova se ti doje të ishim miq. Unë dua, por me ata lart, ata janë shumë të këndshëm. Dhe unë jam I këndshëm. Ti vodhe diçka nga moçali im. Vodha diçka? Algat me fuqin nga pellgu. Nëse u rrit në moçal, është e imja. Nuk e dija. Tani e di. Shokët e mi do të më shpëtojnë. Tani janë miqtë e mi. Shihemi. Po shkoj të luaj. Shumë e shëndritshme. Shumë e lezetshme. Ç'kemi? Jam I kesha juaj zbavitëse. Oh, ç'kemi Oktobela? Është bukur të kesh fëmision për të luajtur. Po, ku është Geko? Le të luajmë një lojë. Kam luajtur vetëm, kur me miq. Doni të prekni ruzullin e shëndritshëm? Ku është ai? A është mirë ai? Mund të mos flisni më për të. Tani mund të bëheni miq me mua. Unë jam e butë. Edhe Geko është miku ynë. Çfarë po I ndodh? Ai vodhi fuqi algash nga moçalim. Kështu që do e mbaj përgjithmonë të burgosur në kopshtin tim. Por ju më pëlqeni ende. Doni të luani? Ja, nuk I duam këto topat e shëndritshëm. Do ta shpëtojmë shokun ton. Ej, ku po shkoni? Ktheuni këtu, ne po ja kalonim shumë mirë. Ju nuk do e gjeni kur. Ha! Ndim! Djali Maço, bufe! Mos u shqetëso, Geko. Jemi këtu për ty, si gjithmonë. Po tani ç'do të bëjmë? U shpërqendruam nga topat e ndritshëm. Le ta rregullojmë këtë. Koha për të bërë heronj. Wow! Nuk më pëlqen uji. Por kjo është për ty, Geko. Geko, më fal, ajo na mashtroi. Po, shok, edhe unë u hapita shumë. Të burgosa do të thuash. Dhe nëse ju të dy doni të luani me mua, kjo do t'ju ndodhe edhe juve.
kyç Grackën me atë kristalin. Largojeni atë edhe... Mos e Gracka do ta humbas fuqinë e saj. Era e grave në ujë të bufes. Tani super, noti ma copun. Gati shpejt! Ende nuk më pëlqen uji. Shko. Ato po të kësohen. Super muskujt e Gekos! Unë do të kam! Super noti Gekos! Ende nuk më pëlqen uji. Pafshim gjëra të shndritshme. Goxha koleksionat e poshtë. Nuk më besoj që ishte aq e keqe me mua. Mos u shqetëso, Geko. Nëse Oktobela merr njërin nga ne, Ajo na merr të gjithëve. Heronjt me pijame bërtisni ura. Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Do të kap djalosh i vogël i gjelbër. Te lashet e Oktobelës. Amaja këtu, Marje. Çfarë po ndodh? Marrje. Ma fal, Greg. Nuk mund të kuptojmë asnjë fjalë. Pra po i lan dhëmbëti? Më falni, thash që sa po pash një robot dhe një robote duke marshuar në rrugë. Sa gjë e mirë që është mbrëmja. Heroj me pijame Jaku po vi. Dritë natës Për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Connori bëhet Djali macor. Amaja bëhet bufe! Herojt me pijame! Çfarë po ndodh? Na dorëzoni robotin me pijame ose keni kujdes nga fuqia e rrezeve të reja të robotes. Pushtoni botën. Fuqia e rrezeve, kjo duket serioze. Ata s'do të hynë kur këtu. Je i sigurt me ne, robot me pijame. Muahaha, do t'i kap ata. Shpejt, Geko, mbyll atë kapakun. Jo. Ma lërë mua. Çfarë? Baba. Ure paq me bufe. Më falni që gabova, shok. Nuk ka problem. Gabimi vockël. I shkreti djalë hardhuc. A ju ngatërua? Vërtet shumë. Sa keq do t'ishte po të ngatërohej më shumë. Fuqia e kristalit 1, 2, 3 më shndëron në hardhuc. Tada! Çfarë ke kështu karkalec? Nuk e parë kur një superhero? Roboti dhe robotja gati u futën brenda. Për shkakun tim, nuk më pëlqen të gaboj. Çfarë? Wow, hey! Ç'kemi? Unë? Oktobela! Më kape. Geko, në fakt të kapa unë. Duhet të ndalur se bëri këto. Nëse nuk të mund, do të bëhem si ti. Shokët e tu do të jenë shokët e mi. Qëndroroje. Miru pafshim ti. Dua të them
Shijoj e shfaqen. Roboti me pijame. Shpejt, kam nevojë për ty. Të kapa. Ej, robot, shikoni se çfarë gjeta. Po. Argëtohu duke luajtur djalosh i vogël. Jo, të spëtoj unë roboti me pijame. Shok, lajmi keq. Bëra prap një gabim. Shumë keq. Çfarë ndodhi, Geko? Nuk jam unë ai, veçanërisht jo me atë aktrim të tmerrshëm. Aksidentalisht i lash robotët të kapnin robotin me pijame. Çfarë? Po si? Ky është i gjithë i fajim. Mbase nuk duhet të jeni miq me mua. E jani, le ta zbulojmë se çfarë duan robotët me robotin me pijama. Dhe ti ndalojmë ata. Drejt avionit të bufes. Më lini mua ta provoj. Zakonisht e ngasun avionin. Ribati sigurimit. Mos, kujdes. Geko, çfarë ja duke bër? Dakord, ky padyshim që ishte fajim. Apo jo? Nuk do të ndodhte nëse do ta ngisja unë. Ej, ja ku qënë kanë. Super specia Machakut. Është e pamundur për të kaluar. Geko, përdor super kamuflazhin e Gekos dhe sulmoj në befasi. Sigurisht që mund ta bëj. Super kamuflazhi i Gekos. Nuk do e kuptojnë kur që po shkoj. Geko, ai nuk është kamuflazh. Jo, ai nuk është. Po aktivizoj kapjen e Gekos. Mos! Geko po rëshqet. Wow! Geko, po ndihesh mirë ti apo? Unë jam shkëlqyeshëm. Përveç gabimeve që jam duke bërë. Ende doni të jeni shok me mua, e kuptoj plotësisht nëse nuk doni. Geko, nuk kemi kohë për këtë. Roboti me pijame po mbështetet tek ne. Super kërcimi Machakut. Nxitove më sill robotin e vogël. Koha për riprogramimin në robot të lig. Jo për sa kohë jemi ne këtu. Buroja e pendëve. Po. Forcën tënde të hartucës, Geko. Në asnjë mënyrë. Parkimi bukur, më në fund të gjithë të mitë. Dhe ndim si i keqi për kryer robot. Je shumë i ndjeshëm. Geko, çfarë po ndodh kështu me ty? Pse nuk e ndalove makinën? Më vjen shumë keq grupi. Bëra një gabim shumë të madh atëherë. Mendoj se unë duhet. Heq dorë. Jo, nuk duhet. Geko, çfarë po thua kështu? Ai s'do donte kurrë që ti të largohesh nga heronjt. Por unë do të vazhdoj duke gabuar më shumë. Roboti me pijame varet nga ne. Apo jo? Ësakt. Dhe ti dukesh sikur po kalon një natë jo të mirë. Wow, nuk më besohet që po e them këtë, por nëse mendon se është veprimi i dur për të bërë, Duhet të pushosh një natë për hir të robotit me pijama. Lajmi mrekullueshëm. Dua të them, i tmerrshëm, lajmi i tmerrshëm. Por më mirë, miru pafshim për sonte. Mbase për gjithmonë. Geko! Unë ndihem keq. Ne duhet ta rregullojmë këtë. Po, për më vonë. Tani duhet të ndalojmë Romeon para se të riprogramoj robotin me pijame. Duhet ta gjejmë atë. Geko u largua. Që do të thotë se unë di vendin e përkryer për riprogramimin e robotit. Në një vend që vetëm Geko e di. Ju dy kokë metalet kthehuni në fabrik. Kam punë për të bërë. Ai është e kanali. Mund të marri makinën e Gekos, besoj. Kemi nevojë për Gekon. Ai kupton gjërat në ujore. Ç'kemi? Ortobela? Gëzojmë që ju shoh të dyve këtu. Ku është djali i vogël i gjelbër? Nuk ndihej vetvetja. Sa keq. Unë mund t'i bashkojmë grupit tuaj të vogël të lojrave. Nuk ka shans. Në asnjë mënyrë. Vetëm nëse ajo na ndihmon për të rimarrë robotin me pijame nga kanali. A mund t'i besojmë asaj? A kemi zgjidhje tjetër? Në rregull, vetëm për sonte. Vërtet? Wow! Do të bëhemi shok të ngushtë. Për gjithmonë. Prisni.
Çfarë doni që të bëj? Të notoj poshtë dhe të kap djalin shkencëtar të çuditshëm dhe të frikshëm? E sigur. Do të doja që Geko të ishte këtu. Ai do ta përballonte si hero. Sa po kujtova që kam diçka për të bërë diçka të rëndësishme. O, ç'kemi miq? Përsëri unë, Geko. Është Romeo dhe laboratori i tij? Në asnjë mënyrë nuk do të shkoj aty. Vetëm për të shpëtuar atë robot të vogël? Nuk ka mundësi që Geko të mos notonte në kanal për të shpëtuar robotin e vogël. Ti nuk je Geko. Çfarë? Po unë jam. Unë jam djali i vogël i gjelbër që gabon gjithmonë. Ti je Oktobela. Unë nuk jam. Po mos. Dakor, ti ju fituat. Kujt ti intereson të jetë një hero hutash me pijame gjithsesi? Ku është Geko i vërtet? Miq! Pendët e bufes! Super shiritat e Maçokut. Nuk më besohet që ne u dorëzuam. Edhe pse në të vërtet nuk ishe ti. Harrojeni, duhet të shpëtojmë robotin me pijame. Koha për të bërë hero! E përsosur, nuk shoh asnjë insekt me pijame. Duke e kthyer në robotin e lig, kjo mund të të kudulis. O jo, nuk do ta bësh. Erdhi Geko për ta shpëtuar. Geko i vërtet. Super muskujt e Gekos. Super noti Gekos. Super çfarëdo që duhet. Wow! Aja doli, forca Geko. Po ku është ai? Wow! Nuk e ndaloj dot! Unë mundem. Do ju kap herën tjetër heronjt me pijame! Je sigurt, Oktobela? Ti je shumë i sjellshëm me mua. Çfarë gjëje të mërshme? Të shkone, Gjelbra. Do të shihemi. Dhe mjeshtri ynë i kanalit u kthye. Herojnë me pijame, vërtisni të gjithura. Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë.